pacënueshmërinë e identitetit territorial, pra kufive, e ka mandat KFOR-i, pra një ushtarake ndërkombëtare. Po edhe ambientin e sigurt brendshëm, po ashtu e kanë mandat KFOR-i, ani se me regulative në brendshme shtetërore, first responder është policia e Kosovës, pastaj Olexi, pastaj KFOR-i. Mirë po ju keni pa në situatat e blokadave në veri, KFOR-i ka atë momentin e vet kur vendos dhe nuk merr urdhra dhe mund të koordinoj, po është tërësisht autonom në veprim, kur është në pyetje siguria e brendshme apo dhe cënimi i territorit. Pra, çka krijojnë këto vakanca institucionale, apo kjo pengmarrje e shtetit nga subjektet politikë, në këtë rast partia fituese që ka në dorë zgjidhjen. Këto mund të krijojnë një hapësirë për infiltrime të ndryshme, për të krijuar destabilitet, për nxitur lëvizje, sikur ishin para disa ditës disa ekscese nëpër shkolla, ku ta diunë, ose që mund të jenë pastaj edhe akte të tjera më të mëdha, siç ka qenë Banja e të tjera. Po ne këtu i krijojmë hapësirë vetë, domethënë qarqeve të caktuara që dirigjohen nga Beogradi për destabilitet brenda vendit tonë. Prandaj edhe ju keni parë vizitat e gjithë partnerëve tanë, edhe zonës Kallas, edhe zotit Stipat Kosta për ndërmjet që do të jetë në vend Çakut. E të tjerë, secili ka sugjeruar, edhe shefi i NATO-s më herët, sepse tani po harrojmë edhe vizitat se zgjati shumë kjo saga e seancës konstitutive. Dhe të gjithë kanë sugjeruar krijimin sa më shpejt të institucioneve dhe marrjen e përgjegjësive. Mirë po tashti, ky pozicionim formal i partive nuk i përjashton nga bashkëpërgjegjësia dhe bashkëpajësia. Mund na e kategorizoni nuk ka demokraci vetëm që më shëndrim kundër. Mund na e kategorizoni me pika arsyet kryesore ose kyçe që po bëjnë për shkallëzimin e kësaj krize, pra 1, 2, 3, 4 për gjithë dëgjuesit shkurtimisht, duke qenë se jemi dhe në minutat e fundit pjesës së dytë, për t'ia dhënë qartë të gjithëve që ta kuptojnë. 1, 2, 3, 4, cilat janë arsyet e këtij bllokimi? Unë mendoj se çështja e parë është se nuk ka siguri se i ka votat për ta bërë qeverinë. Dhe kjo është evidente. Nga takimi me Limaj nuk pa se ky nuk i ka pas votat, përkundër spekulimit se unë i kam votat dhe ju votojnë e kryetarin e Kuvendit. Për mendimin tim kjo ka qenë edhe tregues se ajo zonja që është kandiduar, jo veç integritetit që ja kontestojnë spektri politik, po s'ka as dinitet se si ka mundësi shefi i partisë thotë unë i kam votat për kryeministër, po ja për ty që të bësh kryetar i Kuvendit duhet i bëjnë tjerë. Pra kjo ka qenë një shkarje që nuk e di sa ka lexuar zonja dhe si do të reflektoj. Edhe dyta, duhet të ulem, nuk pranon të ulet shefe kur s'ke shumicën parlamentare, kompromisi është mekanizmi më i mirë i demokracisë. Duhet të krijohen institucionet. Dhe e fundit, ka hapësira për negocimi me partitë parlamentare, pastaj gjua kushtetuese është e qartë. Ky po e man peng kryetarin e Kuvendit sepse ai shkakton rrjedhjen e afate për formimin e qeverisë. Dhe nëse ti e man peng këto, po tregon se i ke frikë përballash me formimin e qeverisë, sepse nuk i ke numrat dhe ta bësh atë me votim të fshet për të marrë votat e listës serbe, që do të përballet pastaj me vetveten dhe qëndrimet që kanë mbajtur. Kurse partitë opozitare ju i pa dje sfidat. Kryetari i Partisë Demokratike, si parti e parë në taborin tjetër, thotë se i bëri sfidë LDK-s. Me siguri 19 votat tua dhe unë 61 vota edhe bëjmë qeverinë. Pra, këtu nuk ka dilema, por unë mendoj se ky pozicionim i ngurtë, rigjid, po vjen nga ajo që kam paralajmëruar fatkeqësisht në vazhdimsi, se kur ti mund të jetë peng ndonjë marrëveshje të fshet apo ndonjë agjende të huaj dhe nuk e ka kurajn të përballet me sfidat e detyrimeve që ka marrë nga marrëveshjet e kaluara të vitit 23, teorit dhe planit franko-gjerman. Dhe përmbajtjes së tyre pra që ndërtojnë një pushtet paralel, apo siç po pretendojnë me quajtur pushtet tret, por për mua statuti për asociacione dhe pika 7 dhe vetë menaxhimi në komunat ku dominojnë serbet është krijim i një cenim i parimit të unitatetit të shtetit dhe është krijim i një pushteti paralel të këtyre komunave që do ta cenonte dhe rrezikonte edhe sovranitetin e brendshëm të vendit. Pra, tjetër çfarë rrezikun që po i sjell vendit dhe unë e shoh si agjendë armiqësore ndaj vendit, shkurt. Merrni deklaratën e zotit Hill.
Mirë, zoti Berisha, ndërkaq është edhe një tjetër çështje e rëndësishme pra marrësit sa i përket dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, të cilën prisnim të kishte edhe zhvillime sa i përket edhe mbarimit të zgjedhjeve pra në shkurt. Ndërkaq unë, zoti Berisha, do doja t'ju pyesja ju se sa realiste është arritja e një marrëveshje finale mes Kosovës dhe Serbisë edhe mbas këtyre zhvillimeve të fundit pra që po ndodhin në Kosovë. Tani kemi një rrezik të paralajmëruar se Shtetet e Bashkuara kanë fokusin në zhvillimet që po ndodhin në linjët mesme dhe në Ukrainë. Dhe kemi një lloj ta quaj kushtimisht lënie vetëm sipas deklaratave që bëri shumë me një qëndrim shumë top dhe simbolikisht shumë qartë zoti Hill, dhe rrezikun se cilin ka rrëshit Kosova po me një këtë kurs politik që kemi ndjekur deri tani në qeverisje. Pra, u tha hapur se Shebaja nuk do të ndërhyj ma sikur dikur dhe se Kosova Serbia do të përballen vetë me zgjidhjen e problemeve të brendshme të tyre. Tani po t'i referohemi dhe doktrinës për solli Trump në luftën në Ukrainë në Rusi. Pra, duke respektuar gjendën faktike faktikisht, ose duke vendosur paqen sipas kursit të fortit. Atëherë ku është Kosova në këtë raport me Serbinë? Dhe cili do t'jetë epilogu. Vërtet se tani nuk mund të ketë asnjë dialogim, sepse nuk ka legjitimitet kjo qeveri turet në tavolinë dhe dialogoj. Të gjitha këto janë të kontestueshme në aspektin kushtetues dhe politik, se s'ka legjitimitet për të biseduar dhe për të negociuar për çfarë do të teme që lidhet për dialogun dhe marrëveshjen finale. Edhe pse këta po shkelin mbi kushtetutën, sepse udhëhiqet nga i parimi i etat suma, edhe nuk po përfill normën kushtetuese. Mirë po, këto janë të kontestueshme dhe nuk mund të ketë asnjë lloj vendimmarrje në kuptimin e marrëveshjes finale pa qenë të konstituar institucione dhe pa u filtruar ato nëpër institucione. Dhe kështu ka vepruar edhe zotën edhe të kaluar, ju dini as planin franko-gjerman, as statutin që solli Beja për asociacionin nuk i ka sjellur fare në kuvend. Dhe ka pasur kuraje të dialogoj me përfaqësues të bandave kriminale, ju dini komunikimet, edhe s'ka pasur asnjëherë kurajën të shtrojë një dialog konstruktiv me opozitën që dorën zemrë janë partitë që kanë ecur bashkë me historinë e krijimit të këtij shteti dhe kanë përgjegjësinë më të madhe qoftë për vizionin e këtij shteti, qoftë për implementimin e tij me luftë, me dialog, me marrëveshje ndërkombëtare deri të shpalljes pavarësisë. Pra, unë besoj se këtu duhet bëj kujdes dhe ne duhet jemi më konsistent. Domethënë, ne na duhet mbështetja fuqishme e Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe kjo qeveri që ka devijuar këtë rrugë, pra të orientimit euroatlantik që është një paralajmërim që ka sjellë edhe zoti Hill, unë mendoj se është faza më rrezikshme kur këta rrezikojnë ndarjen e Kosovës për interesat të pushtetit apo të agjendave të pengë të cilave janë dhe sponsorizime politike për nga vijnë. Prandaj këtu ka nevojë krahas, unë kam kërkuar vazhdimisht se FBI duhet të hetoj komplet procesin e dialogut, edhe pse tani sipas zotit Hill edhe s'mund të merren fort me ne. Mirë po, mendoj se është e domosdoshme edhe një punë inteligjente në këtë ambient për të parë se ku po e shpje Kosovën. Unë shoh Kosovën të rrezikuar nga brenda, nga përfaqësimi politik, me thekë dhe më thonë me fokus të zoti. Kjo do shihet zoti Berisha, se cilat janë ato që lëvizin icebergu, në shtera që frynë sipër oqeanit, apo janë në rrymat oqeanike që lëvizin posaj, po do i takoj të ardhmes për t'i sqaruar tamam qartë dhe saktë. Unë ju falenderoj që